ne kemi një prurje që vjen nga një realitet që nuk është ai i Tiranës, i cili ka deficite. Gratë shqiptare dhe vajzat sidomos janë shumë në krizë identiteti, sepse burrat, dhe kjo ndodh që kur isha unë në treg akoma, nuk din të zgjedhin dhe të trajtojnë një vajzë me vlerë. Përveç kësaj, ne kemi një prurje që vjen nga një realitet që nuk është ai i Tiranës, i cili ka deficite. Më kupton? Të tipit? Të tipit të formimit? Qarë, po kjo vlen për të dyja gjinit. Dhe okej, vlen për të dyja gjinit, por vajzat ka shumë nga ato që tentojnë të ecin dhe të vazhdojnë përpara. Dhe kur e ndërmarrin këtë hap, hyn te kjo kriza serioze e identitetit. E kupton? Sepse nuk gjejnë djem që i vlerësojnë, që i respektojnë për ato që janë, e kështu me radhë. Ndërsa vajza që nuk kanë asnjë qëllim për jetën, një dëshirë për të marrë një kënaqësi nga ajo që bëjnë për veten e tyre, por e shohin kënaqësinë tek makina e shtrenjtë që ka Ilaci, ka bukurinë e vet, po nuk zgjat, e kupton? Dhe ka shumë që mbasi bien prej këtij realiteti shtyn edhe gjithë jetën me këtë njerëz, dhe na vjen breza, dhe breza të tjerë pastaj të fëmijëve të këtyre që lindin, edhe që e prishin këtë shoqëri.